i madhi Zot njeriu e ka lënë të lirë për të bërë zgjedhjen. Dhe njeriu në natyrën e tij, domethënë gjithmonë, domethënë për sa i përket pjesës së udhëzimit, njeriu është lënë i lirë. Pra Zoti i Madh e ka sjell dritën, Zoti i Madh e ka sjell udhëzimin dhe i ka lënë njeriu shumë, le të themi, pikë pyetje dhe pikë çuditëse brenda vetes tij, që njeriu të jetë vazhdimisht në kërkim të vërtetës, që njeriu vazhdimisht të mendojë se kjo botë çfarë kuptimi ka. Pra shumica e njerëzve duke marrë dhe folsin përpara teje, ajo që e ka çuar në udhëzim është kuptimi i kësaj bote. Ora pse jetojmë? Pra nëse gjithë njerëzit do të bëjnë një cikël jetese, pse duhet gjithë kjo lodhje dhe ky mund? Çfarë kuptimi ka jeta? Dhe kjo më ka bërë që të lexoj dhe pastaj të udhëzohem. Pra Zoti i Madh, domethënë njeriu e ka pajisur, le të themi me arsyeën, e ka pajisur me lëndën, e ka pajisur me shpirtin. Dhe njeriu mundohet gjatë gjithë jetës plotësoj mendjen nëpërmjet leximit të arsimimit, trupin nëpërmjet kujdesit ushqimor, nëpërmjet sporteve, dhe mbetet pjesa e shpirtit. Pjesa e shpirtit vazhdimisht do të jetë në kërkim, vazhdimisht do të kemi një luftë brendshme për të kuptuar se jemi, për këtu, për të jetuar këtu apo është diçka tjetër përveç kësaj. Dhe këtë përgjigje njeriu nuk e gjen vetëm në fe dhe në besim.